me lu gjykatës speciale, e dinë edhe zoti Dogolli. Unë e vazhdoj me e thonë, akti i themelimit të gjykatës speciale ka qenë akt patriotik që kanë marrë deputetët e kuvendit. Në atë ku? Atë ko, në një, patriotik, po, çfarë të ka të zë, pse vishë dëgjëm dhe fund, mos më ndërhy. Pse po dëgjoj, prit. Çka po dëgjëm dhe fund? Po prit. Nëse kur ka takusha zoti Dogolli. Shtëpia verdhe e bukuria ka kanë. Po çfarë bëse me të kanë gjys. Çfarë kemi gjell? Mëse ne e prejnë këta propagandë ty në keq përdor, se e din gjysh bëhet. Veç po do me shëru dhe. Kush këta të Matoshit? Jo, këta të Dogollit. Se të Matoshit s'prejnë, se s'munët. Një dy gjane ka shëru gjykata speciale. Në një, u që ka kur në ka pas çka me msheft prej gjykimit. Tanë që ta që kanë votu e kanë ditë që kanë me përfundu një ditë që aty. Prej ashimit e të poshtë. Ranë kofë që thonë që ashimit se ka ditë, ose ka dash me pështu vetën. Ranë është. Sepse i pare ka ditë që ka me konë atje. Sepse nuk ka që ka me mshefu që ka kur prej betejës dhe luftës drejt që ka bo. E dyta, gjykata speciale, ka rrit me largu narracionin e shtëpisë së verdh. Këto përmujën dy veprime që atë kohë e kanë bo akt patriotik të votimin e gjykatës. 3, zoti Dogolli. Tjetër gjosh që rrugës ka deviju kjo gjykatë. Nga çka është themelu dhe çka ka bë. Sepse atje sot bëhet padrejësia më e madhe. Dhe ju si qytetar, jo si deputet, si politikan, e keni obligim absolut më shumë me kundërshtu një padrejësi që po bëhet atje. Kurrë më shumë. Nuk ka nevojë me bë as politik, nuk ka nevojë me bë as mja kujtuesët e Rama që pas ka bë thirrje etj dhe me zhvillu propagandë të vazhdueshme për konsum të brendshëm. Nuk ka qëllim tjetër. Konsiderojnë që ka qenë gabim, unë mendoj që ka qenë gabim. Nuk ka qëllim tjetër. Se kjo për se po më duket të brendshëm pak e stisur. Nuk ka debat për nuk ka debat për UÇK-n. Edhe një vërtet është dhe përfundova. Albin Kurti nuk e don. Se edhe Gashi ka Albin Kurti nuk e don Hashimin për gjithmonë në burg. S'është e vërtetë. A dim se s'e don? Pse? Sepse Hashim thotë që UÇK dhe kretë ata qenë atje. Albini nuk e don UÇK-n në burg. Unë e di këtë. Ajo që ka shkruar Rama është gabim. Nuk e don. Albin Kurti e don Hashimin për tëra punë në burg, po jo për UÇK-n. Kjo nuk qëndron. Për tjetër gjë është që po. Unë kretë vish vërtetë të flas, po ti s'po ta mangu. Jo, po dëgjoj. Po vërtet e don në burg për tjera se apo e don këtu? Jo, e don në burg për tjera gjën, po jo për e don këtu. Jo për ballafaqim. Jo për ska opozit. Jo për UÇK-n. Dhe nuk është beso akuzuar sot Albini që s'e don UÇK-n. Kjo s'është e vërtetë.